Shpresoj të impenjoheni, shpresoj që të lajmëroni njerëzit tuaj, sipas ligjit që ju përmenda pak më parë, mund të keni edhe njerëzit tuaj që jetojnë në Shkodër apo jetojnë në Lezhë, por që mbrapa në mundin me da tokën që t'jeni përfitues dhe t'i bani gjanat në kohën e duhur, ashtu siç e ka ligji dhe siç duhet më bë. Po është një proces shumë i rëndësishëm për krejt malësinë e madhe. Tashmë po thuaj se gjitha zonat shkojnë drejt konkretizimit të futjes tokave në sistemin hipotekor. Duhet bashkëpunimi i gjithë njerëzve, domethënë interesimi juaj është rezultati më i mirë i punës që mund të bëjmë, në mënyrë që ju t'jeni prezant gjatë kohës që do vinë grupi bëjmë atjet në vend. Sigurisht do njoftoheni nga kryeplaku, që do jetë ose një përfaqësues që do bashkojmë domethënë kush do jetë një përfaqësues që është më i ngjeshëm që tjetë aty në fshat që ka dhe idenë se çfarë ndodh në fshat. Edhe do njoftoheni me radhë sipas zonave ku do kryen matët. Do jetë punë intensive që është edhe sasia e punës që është e madhe, nuk është sikur kishim një fshat, domethënë janë në fshatra, normalisht do shajim maksimal. Në momentin që njoftoheni nga kryeplaku, do jetë grupi punës, do jetë po këtu. A do rri në Koplik, a do rri në event të afër, po do jemi nga mjesi deri në darkë këtu, në dispozicion për atë periudhë që do bëhet matja. Në momentin e parë që mbarojnë matjet, bëhet harta, kemi një fazë tjetër që është faza afishimit, është 45 ditë. Në mënyrë që dikush që ka pas diçka për të sqaruar, do viti shofi, ka diçka për të sqaruar, ka një sugjerim, një tmet, një emër që ka bu gabim, gjithë të problematikat që mund të ketë, janë 45 ditë, në mënyrë që neve kemi mundësi të rekuperojmë, me anë të kërkese, me anë të aty në vend, domethënë se neve do jemi prezent aty, edhe menaxhojmë situatën vetë. Unë du të bëjmë punë para përgatitore, sepse nuk është mbyll akoma procesi procedura, sepse do merret gjithë dokumentacioni për gjithë fshatrat në ASHK, do merren edhe certifikatat e 91-shit në bashki, domethënë do duhet mbledhë të gjithë dokumentacionin në mënyrë që të fillojë propunimi i hartës, por unë javën tjetër do doja të mbyllja procesin e fotografimit, se unë do të bëj një gjë reale të një imazh të freskët të gjithë situatës së fshatrave që do punojmë për pjesën e tokave bujqësore dhe zonën urbane, jo për malet e për kullotët, sepse ata s'është nevojshme me qenë aq të detajuar, domethënë aq sakta. Në mënyrë që çdo kush kur të vit interesohet ta shohi pastër edhe pronën e vet aty, që të bindet që ajo është prona vet, gardhi vet, ta shohi edhe mbi imazhat e gjë, domethënë që bëjmë atë matin që bëjmë. Kështu që mos të javën tjetër do rrim kontakt me Kryeblejtë dhe mos i duket habina jone kur të shohi dronin sipër, se e kisha me merak se çdo kush ka keq kuptime ashtu, thash më mirë ta diskutojmë paraprakisht që të jeni të përgatitur.